Marrëdhëniet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas kanë hyrë në një fazë të re tensioni pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi vendosjen e tarifave prej 50% ndaj një game të gjerë produktesh kanadeze. Shtëpia e bardhë justifikoi vendimin duke akuzuar Kanadan për trajtim të padrejtë ndaj automjeteve amerikane, produkteve të qumshit dhe pijeve alkolike. Masat e reja do të hyjnë në fuqi brenda 30 ditëve dhe presin importe me vlerë rreth $20 miliard ose 5.2 të mallarve që SBA importoi nga Kanadaja gjatë vitit 2025. Tarifat do të zbatohen për një gamë të gjerë mallarësh nga çimentoja, materialet e ndërtimit deri tek vera, pijet alkolike dhe pajisjet sportive, përfshirë ato të hokejit. Megjithatë, administrata amerikane ka përjashtuar nga këto masa disa sektorë të konsideruar strategjik për ekonominë, si energjia, potasi, kaliumi, mineralet kritike dhe produktet të peshkimit. Sipas autoriteteve amerikane, tarifat do zbatohen edhe për produktet që mbulohen nga marrëveshja SBA-Kanada-Meksik. Pavarësisht përpjekjeve tona për të arritur marrëveshje tregtare të reja dhe reciproke, Kanadaja vazhdon të ndërmarrë masa akmase kundër Shteteve të Bashkuara, deklaroi përfaqësuesi i tregtisë Jamieson Greer. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi menjëherë duke cilësuar vendimin një tjetër veprim të njëanshëm të Washingtonit.